Mëngjesi të nderuar teleshikues të drita televizionit, jemi së bashku në emisionin What Happened Today. Çfarë ka ndodhur sot? Data sot shënon 19 prill dhe ne kemi përgatitur disa informacione në lidhje me ngjarjet më të rëndësishme që kanë ndodhur në këtë datë, ku ju ftoj që t'i ndiqni. Prill. Ngjarje. 1971, Sierra Leone u bë republikë dhe Siaka Stevens, presidenti i saj. 1971, Charles Manson u dënua me vdekje. 1975, India lëshoi satelitin e parë Aryabhata. 1999, Bundestagu Gjerman u kthye në Berlin. 2010, 7 vrarë, 30 të plagosur nga tërmeti në veri të Afganistanit. Lindje. 1320, lindi Pedro i Parë, mbret i Portugalisë. 1985, lindi Valon Behrami, futbollist nga Mitrovica, i cili luan për kombëtaren e Zvicrës. Vdekje. 1824, vdiq George Gordon Byron, shkrimtar anglez. 1882, vdiq Charles Darwin, shkencëtar anglez. 1967, vdiq Konrad Adenauer, politikan gjerman, kryeministër i Gjermanisë. 1968, vdiq Ashley Judd, aktore amerikane. Tani u ftoj të ndiqni biografinë e Gustav Flauberit, i cili ishte një shkrimtar dhe poet francez. Lindi më 12 dhjetor të vitit 1821. Ai është një nga novelistët më të njohur francez të shekullit 19 dhe 20, që u lind në kohën kur po lulëzonte romantizmi Hugoit, Vinis, Michelet dhe Chalabotanit, të cilët i admiroi gjatë gjithë lullëzimit. Biri njërit prej kirurgëve më të shquar të shekullit. Veç kësaj, prej teatrit, ai trashëgoi syrin klinik ndaj jetës, aq sa arriti me anën e penës të bënte autopsinë e shpirtit të njeriut. Prindërit donin që ai të vazhdonte për drejtësi, pasi mbaroi liceun Corneille në qytetin e lindjes, aty rreth viteve 1840, kur po afronte revolucioni, një sër rrethanash që e çuan në pjekurinë e dhuntive të tij letrare dhe në përcaktimin e veprimtarisë së tij artistike. Në shkollën e mesme, Flauberi u lidh ngushtë me Alfred de Pullevatin, i cili me aftësi intelektuale dhe estetike që kishte, ushtroi një ndikim pozitiv mbi të. Familja e dërgoi në shkollë për të bërë jurist, por nuk kaloi shumë kohë dhe Flauberi e kapi një krizë nervash me karakter epileptik. Sidoqoftë, është fakti që ai ndërpreu studimet dhe fitoi nga prindërit të drejtën të vendosej përfundimisht në vilën e tyre në Round. Disa faktorë që çuan në shpërthimin e forcës së tij krijuese janë disa lidhje miqësore. Gjithashtu, ndjenja që ai kishte për të dashurin e tij e orientuan drejt formës më origjinale dhe më të thellë të romantizmit evropian, pasurimin e jetës, duke nisur nga vetvetja dhe të shkruante Kujtimet e një të marri në vitin 1838 dhe Nëntori në vitin 1842, të cilat ushtohen kryeveprave autobiografike që nga rrëfimet e Rousseauit deri te ato të Alfred de Musset. Një nga miqtë më të ngushtë të tij ishte Louis Boyle, kur vdiq në vitin 1869. Ky ishte ai që e frymëzoi Flauberin që të shkruante Zonjën Bavari. Builea ishte ndërgjegja e Flauberit. Poeti nuk kishte shkruar kurrë Zonjën Bavari dhe as Alambanone, në qoftë se ai nuk do të kishte ndikuar pozitivisht, duke i dhënë frymëzim mikut të tij.
Tani do të kalojmë në rubrikën edhe shëndeti. Sot kam përzgjedhur për të folur rreth vlerave ushqyese të frutit batuan. Batuan është nën familjen e mangostin. Ka një shije të veçantë që nuk është shumë e fortë, por ka mjaft goditje. Është i pasur me antioksidant. Ushqimet të cilat janë të pasura me antioksidant nënkuptojnë si janë të mira për të eliminuar radikalet e lira në trupin tuaj. Largimi i radikaleve të lira rezulton në paksimin e shanseve për të marrë disa lloje të ndryshme sëmundjesh. Ul nivelet e kolesterolit. Fruti batuan është perfekt për ata që dëshirojnë të mbajnë nivelet e tyre të ulta të kolesterolit. Ai përmban shumë minerale që do të ndihmojnë në uljen e niveleve të tij. Ndihmon në parandalimin e diabetit. Gjethe dhe fruti batuan janë vërtet të dobishëm për ata me llojin e zakonshëm të diabetit. Ndihmon në uljen e ekuilibrit të nivelit të sheqerit në gjak. Konsumimi i këtij fruti të freskët në dietën tuaj do të bëjë ndryshim të madh në nivelin e sheqerit. Ndihmon për të humbur peshën. Disa ulëmtime të zhvilluara në Filipine tregojnë se ai ka veti kundër obezitetit që gjenden. Disa ulëmtime të zhvilluara në Filipine tregojnë se ai ka veti për të reduktuar obezitetin. Ato gjithashtu përmbajnë disa fibra të cilat ndihmojnë në humbjen e peshës. Përmban veti antiinflamatore. Në rastet kur keni ndonjë inflamacion në trupin tuaj të jashtëm apo të brendshëm, vetit antiinflamatore të batuan janë perfekte për lehtësimin e tyre. Përdoret për trajtimin e dizenterisë. Pirja e shumë lëngjeve është e rëndësishme për të parandaluar dehidratimin. Rrit imunitetin. Fruti batuan njihet si i pasur me vitaminë C, e cila ndihmon në rritjen e sistemit imunitar, duke bërë atë një frut ideal për të luftuar ftohjet dhe sëmundjet e tjera. Parandalon anemin. Fruti batuan është një burim i shkëlqyer hekuri, i cili është thelbësor për formimin e qelizave të kuqe të gjakut dhe ndihmon në parandalimin e anemisë. I pasur me antioksidant. Fruti batuan është i pasur me antioksidant, të cilët mund të ndihmojnë në mbrojtjen e trupit nga dëmtimi i radikaleve të lira. Përmirëson tretjen. Përmbajtja e fibrave te frutat batuan ndihmon në përmirësimin e tretjes dhe në parandalimin e kapslëkut. Përmirëson shëndetin e zemrës. Fruti batuan është i pasur me kalium, i cili ndihmon në rregullimin e presionit të gjakut, zvogëlon rrezikun e goditjes në tru dhe përmirëson shëndetin e zemrës. Tani u ftoj të ndiqni parashikimin e motit në territorin shqiptar. Territori shqiptar për datën 19 prill 2026 do të karakterizohet nga kushte atmosferike relativisht të qëndrueshme, duke sjellë mot kryesisht me diell dhe vranësira të pakta kalimtare në disa zona. Paraditja do të jetë me diell në pjesën më të madhe të vendit, ndërsa në zonat qendrore dhe lindore do të ketë vranësira të pjeshme, edhe gjatë pasdites moti do të mbetet i qëndrueshëm me intervale të gjata me diell. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 5 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 21 gradë Celsius. Gjatë ditës priten rreth 7 deri në 9 orë me diell. Era do të fryejë lehtë nga drejtimi veri perëndimor me shpejtësi 2 deri në 4 metra për sekond. Deti do të ketë dallgëzim të ulët rreth 1 deri në 2 ball. Indeksi ultraviolet për Tiranën pritet të jetë mesatar rreth 5. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Tiranë do të jetë rreth orës 5:48 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 19:32 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si më poshtë: Shkodër 12 deri në 21 gradë Celsius, Kukës 8 deri në 18 gradë Celsius, Peshkopi 8 deri në 17 gradë Celsius, Tiranë 14 deri në 20 gradë Celsius, Durrës 13 deri në 20 gradë Celsius, Kavaj 11 deri në 20 gradë Celsius, Elbasan 13 deri në 21 gradë Celsius, Berat 12 deri në 21 gradë Celsius,
Korç, 5 deri në 15 gradë Celsius. Vlorë, 15 deri në 21 gradë Celsius. Gjirokastër, 12 deri në 20 gradë Celsius. Sarand, 13 deri në 21 gradë Celsius. Tani u ftoj të ndiqni parashikimin e motit në territorin e Kosovës. Territori i Kosovës për datën 19 prill 2026 do të karakterizohet nga moti qëndrueshëm me diell dhe vranësira të pakta në disa zona. Paraditja dhe pasditja do të jenë kryesisht me diell, ndërsa her pas here do të ketë kalime vranësirash. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 6 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 20 gradë Celsius. Era do të fryejë lehtë nga drejtimi veri perëndimor me shpejtësi 2 deri në 4 metra për sekond. Indeksi ultraviolet për Prishtinën pritet të jetë mesatar rreth 5. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Prishtinë do të jetë rreth orës 5:41 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 19:28 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për qytetet kryesore të Kosovës do të jenë: Mitrovica, 9 deri në 19 gradë Celsius. Podujev, 6 deri në 16 gradë Celsius. Skënderaj, 8 deri në 18 gradë Celsius. Pej, 8 deri në 18 gradë Celsius. Prishtinë, 8 deri në 18 gradë Celsius. Gjakov, 10 deri në 20 gradë Celsius. Malishev, 10 deri në 19 gradë Celsius. Gjilan, 7 deri në 17 gradë Celsius. Ferizaj, 7 deri në 18 gradë Celsius. Kaçanik, 8 deri në 16 gradë Celsius. Suharek, 9 deri në 20 gradë Celsius. Prizren, 8 deri në 18 gradë Celsius. Të nderuar teleshikues të Drita Televizion, kjo ishte gjithçka e përgatitur në këtë emision. Ndërkohë ju ftoj të na ndiqni në rrjetet tona sociale, Instagram, TikTok, Twitter dhe Facebook. Nëse dëshironi që na ndiqni live, mjafton të klikoni në web drita.tv. Kjo ishte gjithçka e përgatitur në këtë emision dhe ju ftoj të ndiqni programacionin në vijim të Drita Televizion.